Pjesën e dytë të këtij edicioni të Prive se nisim me të ëmblën Gjensil, e cila vjen sonte në Prive, për të na shpalosur më shumë detaje saj përket darkës së saj përrallore, të cilën gjatë këtij viti do ta ketë. E ndjekim bashkë në vazhdim materialin e përgatitur nga kolegu im Gjoriana Lile. Ëmbëlsia e saj është një ndër tiparet që e karakterizon sa i përket fizikut. Për vokalin s'ka dyshim aftësia e saj, teksa për stilin e paraqitjes Gjensila Myrtezaj këtyre 2 viteve të fundit ka evoluar e gjitha kjo vije si pasojë e moshës apo famës dhe kërkesës për përshtatje. Jam munduar që gjithmonë të mbaj thelbin edhe përmbajtjen time, mos largohem kur prej saj, por gjithsesi duhet moderuar dhe duhet ka përcyer paksa në ato në krimet që sjell, sepse normalisht unë pas çdo lloj këngë është Gjensila e vërtet, por gjithsesi është edhe ajo jo maska, po ajo që unë duhet i përshtatem, si këngës, si klipit. Por gjithsesi nuk është se kam bërë kapërcime kolosale dhe hapa shumë të mëdhenj për sa i përket dukjes edhe për sa i përket asaj që unë jam. Fama nuk është për gjithkë, është një fjalë që tek komiteti artistik përdoret shumë. Kjo nga se po u ngrit shpejt, ose u harrua shpejt, një karakter në showbiz pason me simptomat e depresionit, skandalet e ndryshme për të arritur vëmendjen. Gjensila mund të themi që është e vetmja këngëtare që nuk është shkruar kurrë një artikull negativ për të. Nuk harroj kur se çfarë kam qenë dhe se prej ku vi dhe se çfarë mua më është mësuar dhe se çfarë unë e kam ligjin vetveten. S'besoj se do më ndryshoj fama, s'besoj se do më ndryshoj asnjë gjë, edhe nëse unë do vazhdoj të rritem, sepse kjo është objektivi im sigurisht, edhe i çdo artisti që vetë të ka përcej sukseset që ka. Nuk e di, e lidha edhe një herë, kjo ka të bëjë me karakterin, kjo ka të bëjë me sigurinë edhe me vendosmërinë që kam unë për të qenë e njëjta. Muzika është dashuri për të, ushqim shpirtëror dhe për këtë vëret nga fakti se si punon ajo tash sa vite me veten, vokalin dhe paraqitjen. Po pjesa që njerëzit asnjëherë nuk e dinë, është ajo ndjesia kur del kënga, si e përjetojnë këngëtarët atë moment apo kritikat pozitive ose negative për punën që bëjnë. Investimi është shumë i madh, si nga ana fizike, si nga ana psikologjike, si nga ana shpirtërore. Dhe kur ti ka dhënë shumë për këtë projekt, dhe ti jep shumë, jep gjithë shpirtin tënd, gjithë qenien tënde për atë projekt, dhe ai të përkthehet në sukses, është satisfaksioni më i madh, vendoria më e madhe. Kështu që jam e kënaqur me gjërat që Zoti ka servir për mua, sepse suksesi është i rëndësishëm kur është pozitive dhe kur prek njerëzit në një anë pozitive, jo kur i devijon. Kështu që unë mundohem që mos devijoj as veten as ata që dëgjojnë muzikën time. Ka disa hite për gjatë kohës që këndon, por çfarë do të bëj pas kësaj Gjensila për gjithë ata që duan? Projekte të reja nga ajo janë duke u gatuar. Janë 3 projekte që mua më janë kërkuar, do të thënë kanë qenë ftesa për mua. Unë kam projekte shumë të mira, projekte që i kam dëgjuar, e kam menduar, dhe jam optimiste shumë për këtë vit. Është një emër big, i cili ka kërkuar bashkëpunimin. Ai është jo vetëm i njohur në vendin tonë, sepse ai është i këtij vendi, por është i njohur edhe ndërkombëtarisht. Kohëve të fundit, trendi që ka kapluar estradën tonë është ideja shfrytëzimit të imazhit të tyre për të pasur një punë të dytë. E kjo dëshirë e kahmoçme ekziston edhe tek Bukuroshja. Dua të hap një biznes për sa i përket veshjeve të fëmijëve, edhe disa produkteve tjera për sa i përket fëmijëve sërish. Janë 2 brende italiane, nuk dua të zbuloj më shumë për emra, sepse së shpejti do bëhen publike. Uroj që të shkoj mbar. Një biznes për fëmijët me fëmijët, pikërisht tani. Mos Gjensila e Besi po bëhen prindër pasi që këtë vit edhe po martohen? Po më thash e prisja këtë gjë, se gjithmonë do ketë një nënkuptim diçka që unë nis. Jo, nuk jam shtatxhan. Edhe për momentin kam një krijesë që është
muzika, kështu që dua të rritem mirë me muzikën edhe pastaj të përkushtoj gjithë kohën edhe dashurinë që e meriton ai beb ose ajo bebe. Gjatë intervistës ishte një detaj të këngëtarja që nuk bënte të kalonte pa e diskutuar. Unaza me një guri të çmuar pikërisht në dorën e majt. Kjo nuk është ajo poja. Kjo është thjesht një dhuratë që mua më është bërë për Shën Valentinin, nuk është se është propozimi, por gjithsesi është një gjë që nuk ka nevojë edhe nëse s'bëhet ai propozim sepse unë nuk është se ne jemi konsoliduar si çift dhe kemi vendosur atë gjë pa propozim, kohë të bëjmë tani kështu skenaresh. Kjo është një unaz shumë e dashur për mua. Nuk është thënë ajo shpreha a do të martohesh me mua, por gjithsesi është shumë e dashur për mua sepse njeriu që ma ka dhënë është njeriu i zemrës. Siç është kjo zemra. Pasi që nuk ishte unaza e propozimet, por një dhuratë për nder të ditës së të dashuruarve. Martesa gjithsesi është në plan, e si ka mbetur edhe gjatë 2017 për çiftin do të ketë kurorëzim. Gjensila do bëj ditur që do ketë dasëm, kaq. Më shumë nuk bën Gjensila të ditur asnjë gjë sepse jemi akoma në kërkim të asaj çka duam të bëjmë për atë ditë. Neve kemi shumë njerëz që na duan edhe kemi pasur bashkëpunëtor, kështu që do jetë dasëm. Stilistin e fustanit e kam lënë nga pjesa e Kosovës, kuptohet se kush është. Jemi akoma në kërkim të gjës. Uroj që Valdrin të ulesh edhe ta mendosh sa më seriozisht në pjesë. Duhet menduar shumë seriozisht. Është një nga ato karakteret që nuk lën të provokohet falë butësisë dhe mirësisë që ka. Gjensila, e cila po vazhdon shkallët e suksesit dita ditës edhe më lart, tani është më e fokusuar se kurrë në muzikë.